emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimbrama kudo që na ndjesni të nderuar shikues. Një proces i pa parashikuar në përshtypje kolektive përëndon pritjen nëse gjithë ky proces zgjedhor i jashtëzakonshëm që u mbajt me 28 dhjetor do të kryhet së shpejti. Me gjatë do të kemi ende kohë për diskutuar kush fitoi vota, tek fitoi. Një proces rinumrimi po vazhdon tashmë janë numëruar mbi 200 mbi 200 kuti të votimeve, nuk po dihet ende se ka do të gravitoj ky rezultat, por veç ideja që një proces i rinumrimit kolektivisht në gjitha komunat e mëdha po ndodh, krijon përshtypjen dilemen dhe arsyen e madhe për dyshu që të gjitha partitë në njësë tjetër bën pakt për ta prekur vullnetin e votuesit. Natyrisht që betejë ndodhet midis partive se kush deputet mori më shumë, kush mbase futi duart në ato kuti të votimit për të ndryshuar vullnetin votues. Dyshohet që ka një inkriminim kolektiv, ende nuk është vërtetuar kjo, por dyshohet, po them, që gjitha partitë bën pakt me njëra tjetrën të mos rivalizojnë me këtë proces. Në fakt, gjithë kjo lë një hije dyshimi të rënë nëse Kosova arriti të sigurohet që vullneti i votuesve të shkojnë në vendin e duhur. Kanë ftuar analistin Afrem Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Kënaqësirit bashkëbisedojmë. Në ditën e zgjedhjeve u pa që qytetarët dolën në këtë proces të jashtëzakonshëm me gjithë molicën e tyre që patën gjatë tërë vitit kaluar. Si ta them, nga zgjedhjet nga shkurti në ato lokale të rregullta kështu me radhë, 2 runde dhe në zgjedhje jashtëzakonshme me 28 dhjetor dolën në mënyrë vullnetare, dhanë verdiktin e tyre dhe duket që në kuti të votimit dyshimet e para është ngacmuar, është deformuar, është prekur vullneti i tyre. Ç'flet kjo për këtë situatë? Por unë edhe dje do thotë kam trajtu këtë temë. E para insistimi im është ne duhet çlirohemi nga çaj far iluzioni që Kosova është shembull i organizimit të zgjedhjeve në aspektin demokratik. Nga se një proces zgjedhor nuk ka të bëjë vetëm me ditën e votimeve, por edhe me mënyrën se si administrohet vullneti i qytetarëve pas përfundimit të votimeve, do të pas orës 7. Aty fillon testi i vërtetë i demokracisë. Dhe tashmë këtu nuk ka të bëjë me mënyrën se si sillen qytetarët, sepse ata kanë dhënë provën e tyre nëpërmjet një lloj disiplinimi demokratik, pa incidente, pa eksese, që ndodh rëndom në vende tjera rajonale që e shohim, mirë po se si partitë politike, për shkak se komisionerët janë të emëruarit e partive politike, se si partitë politike e administrojnë këtë vullnet të qytetarëve. Dhe këtu tash po na dalin të lashe të mëdha, do thotë u shkuan në rinumrim në 1/3 e qendrave të vendvotimeve për shkak se ka shpërputhje të mëdha, dyshime që ka pasur abuzime me vota për kandidat brenda subjekteve politike. Të kuptojmë rezultati i partive politike mbetet po kjo që është, do thotë ky nuk ndryshon, mirë po madje indikacionet e para janë që edhe një deputet i lëvizjes së vendosjes ka gjasa ta humb pozitën e një deputeti dhe të zëvendësohet me një tjetër për shkak të këtyre abuzimeve që ka ndodhur. Dhe kjo fatkeqësisht dhe mirërisht nuk ka të bëjë vetëm me një parti politike, ndonë se tash ne nuk kemi fakte, do thotë, nëse nuk kemi mirë, po dyshime kanë ekzistuar që ekziston një lloj konsensusi, po e quaj kriminal kështu, ndërmjet gjitha subjekteve politike që pasi ti sigurojnë votat për subjektin, më pastaj komisionerët janë të lirë mund të lavorojnë aty, po. Se si ti rangojnë deputetët e tyre të preferuar. Është vepër penale, është vepër penale dhe kjo me sa di unë tash duhet mirëmi më në detaje, me sa nuk është që hera e parë po ndodh, por shkohet disa herë pas çdo procesi zgjedhor po shkohet në rinumrim. Dhe ajo që unë kam ngritur alarmin, do të para është se ende nuk ka asnjë akuzë zyrtare edhe për këtë që ndodhi. Nuk mjafton tash vetëm të restaurohet teknikisht vullneti i cënuar demokratik i qytetarëve të Kosovës. Kjo mund bëhet, rinumrohet dhe mund të arrijmë deri te rezultati i saktë. Por koha që po e humbim, do të koha, pse duhet të shkohet edhe një herë? Kush futi duart atë? Kush futi duart atë? Dhe nuk ka send më të lehtë. Kush deformoi vullnetin? Ajo që është ideja ime, do thotë, jo që është, por nuk ka gjë më të lehtë, do thotë se sa të verifikohet
se kush janë fajtorët e këtij abuzimi. E para do dihet qendrat e vetë votimit, dihet kush kanë qenë komisionerët, sepse çdo gjë është e dokumentuar e regjistruar, dihet kush kanë qenë komisionerët në këto qendra të vendvotimit, por që me një lloj rreziku që mund të rritet edhe më shumë. Do thotë jo vetëm me 1/3, por ka gjasa që do të kërkohet një rinomrim edhe më tepër. Dhe atër dihet kush kanë qenë komisionerë dhe këtu duhet të veproj prokuroria njerë për gjithmonë. Duhet të veproj edhe të dënohen ata që e kanë deformu vullnetin e qytetarëve të Kosovës brenda subjekteve të tyre politike. Prandaj kjo është arsye që unë këtë proces nuk e quaj që nuk lëngon sa i përket. Gabim unë bëra një gabim teknik nëse më ta ashtu, kutit votimit vend votime. Vend votime, 1/3 e vend votime. 1/3 vend votime, domethënë 914 janë gjithsej prej tyre deri tani janë numëruar 200 diçka. Mbi 200, po shkon natyrisht numri të viju. Po do të merr edhe 10 ditë kohë do të merr edhe më tepër derisa të certifikohet rezultati. Edhe për çka? Cila është arsyeja? Pse qytetarët e Kosovës, pse duhet të vënohet certifikimi i rezultateve? Për shkak se komisionerët do thotë kanë vendosur që në kundërshtim me interesin e përgjithshëm publik të shtetit të angazhohen për të afirmuar një kandidat të tyre të preferuar. Prokuroria nuk guxon të hesht. E tash, kjo është arsye, nuk di, nuk kam dhëna derisa po bisedojmë këtu, nuk kam lexuar që deri tash ka solle. Nuk ka dhëna. Nuk kem parë asnjë paralemrim që institucion zbatuese të ligjit. Edhe nuk ka gjë më të lehtë se sa të hetohet ky rast, nuk ka, sepse dihet rreta, është e qartë kush kanë qenë komisionerët në çdo vend votim, në çdo sallë, në çdo pikë të votimit dhe këtu me automatizëm duhet të shkohet me ngritje të akuzave dhe me një sankcionim të rreth penal. Për brenda partive po ndodh kjo. Brenda partive politike me një sankcionim të rreth penal, sepse kjo është vjedhje e kohës së qytetarëve të Kosovës. Dhe në një demokraci, jo është një demokraci, por në një shoqëri nuk ka krim më të madh se vjedhja e kohës. Si jeta është e përbërë prej saj. Do të ne nuk mund sillemi me nonshalancë dhe me indiferencë, po le të shkojnë edhe 2 javë, le të shkojnë edhe 3 javë. Se shkuan një vit, ishte vit i humbur, kështu mund të shkojë edhe kështu pafundësisht mund të shkohet, mund na zën afatet, që as mos kemi, tash nëse shkohet në këtë mënyrë mund futim në një krizë të re institucionale, të skadoj afati i presidentes dhe të shkojmë përsëri nga zgjedhjet në zgjedhje. Pse? Deri me 4 mars. Deri me 4 mars. Presidenti apo presidentja. Po, vendi shkon në zgjedhje. Automatikisht. Pse po ndodh kjo zvarritje? Pse po ndodh kjo zvarritje? Është pyetja themelore që duhet çdo qytetar. Kush mban fajin dhe pse po ndodh kjo zvarritje? Sepse një komisioner atje për arsye të ndryshme, ose për arsye financiare, ose për arsye shoqërore, ose për arsye klienteliste, ka vendosur që ta dënoj një kandidat në listën e partisë së tij politike, ti marr votat dhe t'ia transferoj tjetrit që e ka të preferuarin e tij politik. Dhe kjo është arsyeja që për mendimin tim është vepër penale dhe për mendimin tim do thotë jo vetëm votimi grupor i listës serbe, i qytetarëve serb, sepse ka shumë elemente këtu në këtë mozaik që hedhin dyshime dhe që bën që të lëngoj sa i përket zbatimit të standardeve të mirëfillta demokratike procesi zgjedhor, dhe jo vetëm mënyra gjatë fushatës elektorale nëpërmjet transfereve sociale tjera që kanë ndikuar në vullnetin e qytetarëve të Kosovës, cilat krijojnë dyshime se sa është demokratike kjo, se si mund ndikoj që të tjetërsohet vullneti. Pa një buxhet aprovuar nga kuvendi. Përkundër këtyre elementeve kam thënë që edhe kjo tashmë i shtohet dyshimeve mbi, pra po flas në nivel të dyshimeve, mbi dyshime mbi ato që e cenon procesin demokratik dhe ne nuk mund sillemi me iluzione, është procesi më demokratik, jemi vendi, jemi shembull rajonal, të tjerët nëse dëshirojnë të jenë mirëfilli demokratike duhet ta imitojnë Kosovën, jo absolutisht duhet ta shohim të vërtetën në sy, procesi zgjedhor në Kosovë lëngon vuan nga sa i përket plotësimit të standardeve demokratike dhe sa më herët që marrim masa ti korrigjojmë këto defekte aq më mirë, përndryshe ky fenomen po bëhet repetitiv. Do thuaj se çdo parë zgjedhje po shkohet nga numrimi në rinumrim për të korrigjuar këto abuzime dhe këtë hajni që po ndodh nga komisionerët. Mbase këtu duhet ta shohim edhe prokurorika solle se çka bën të kaluarën. Po kjo tash sa kam kryer punën e saj për të ndjekur penalisht këto që ka mundur ta deformoj këtë vullnet duke marrë votat e njërit kandidat e duke i transferuar ato vota tjetër që nuk i mori kandidat, duke deformuar objektivisht vullnetin. Unë e di që veprimi, domethënë, më eksplicit dhe më i njohur i organeve të drejtësisë sa i përket
zgjedhjeve ka qenë në vitin 2010, pas vitit ka pasur dënime, mirë po pas asaj kohë nuk kam dëgjuar që ka pasur dënime, mirë po ai ka qenë abuzim ndërmjet partive, do thotë një parti në raport me partinë tjetër. Ndërkohë thuaj se ka pasur një lloj mirëkuptimi, sepse një lloj mirëkuptimi për abuzimet që ndodhin brenda partive. Sepse asnjëri prej komisionerëve, asnjëri, as vetë vendosin, as PDK-n, as LDK-n, as AK-n. Apo është shëndetëse, sepse kanë konsensus në këtë krim elektoral. Gjitha subjektet politike kanë konsensus në këtë krim elektoral. Do të janë të heshtura totalisht, është KQZ-ja vetëm kur ka pas shpërputhje flagrante, do ndërmjet qendrave të numërimit dhe bazës qendrore, e cila ka marrë vendim që të intervenohet dhe të sanohet kjo. Mirë po subjektet politike, madje as ka akuza për njëra tjetrën në këtë rast. Është e habitshme. Pse? Sepse gjitha janë fajtore. Gjitha e kanë peshën e fajt. Aktualisht, sipas dhënave, rrezikohet thuhet që një deputet i vetëvendosjes ta humb pozitën e mandatit. Pse është e heshtur PDK-ja? Pse është e heshtur LDK-ja në këtë rast? Sepse e di, dhe kemi pasur në zgjedhjet e kaluara akuzat brendshme dhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Për një menësie recidivistë duket. Edhe për zgjedhjet e kaluara kemi pasur akuza shumë serioze nga deputet LDK-s, nga deputet të caktuar për abuzim të votave të diasporës. Jo për abuzim që vetëvendosja ka bërë me votat e diasporës, por se si LDK-ja u ka bërë kandidatëve të brendshëm nëpërmjet votave të diasporës. Mirë po të kalua ajo situatë. Askush nuk por njolla mbeti dhe tash po e shohim edhe brenda kështu që po përsëritet. Pra, rreziku është që kemi të bëjmë me një fenomen repetitiv dhe të gjitha partitë politike janë të heshtura në raport me këtë abuzim që po bëhet, që tregon, po nuk kam interpretim tjetër, nuk mund ta shpjegoj ndryshe. Do thotë sot heshtje në gjitha subjekteve politike nga kjo që ndodhi, sepse në fund fundit, ajo që do duhet ta kishte presionin për të themeluar sa më shpejt institucionet është lëvizja vetëvendosje. Dhe atëherë sigurisht e pas lëvizja vetëvendosje, ti do ta shehë çfarë fushate të orkestruar do të ndërmerrin kundër subjekteve tjera politike, sikurse që bën kundër gjykatës kushtetuese për rrëzimin e 13 ligjeve antikushtetuese që ishin miratuar. Pra, këtu kemi me vonesë të krijimit të institucioneve dhe është e heshtur lëvizja vetëvendosje, por jo vetëm ajo, të mirë me vesh gjitha subjektet politike. Po deshti prokuroria mund të nxjerrë në flagrancë gjitha rastet. Gjitha ata komisioner nga secila parti politike ku janë rinumëruar gjitha ato vendvotime e ku ka pasur deformim. Pa dyshim, sepse nuk ka sen më të lehtë se sa administrimi juridik i këtij procesi. Do të çdo gjë është evidente, çdo gjë është dokumentuar, çdo gjë është nënshkruar, janë nënshkrimet e komisionerëve në fund kur përfundon procesi i numërimit dhe mbi këtë bazë të dokumenteve, prokuroria sot duhet të kontojë këto akuzat e para. Nuk ka këto kurfar hapësire për ekuivoke. Krimi këtu nuk mund mbulohet. Këtu vetëm nëse ka vullnet politik për ta mbuluar këtë krim, për ta tejkaluar siç është janë tejkaluar deri më tani në kurriz të qytetarëve të Kosovës, të shtetit e të vazhdimit të kësaj situate, të këtij vakumi institucional. Është më i keq këtë që mund të jepet qytetarëve të cilët në ditën e votimeve ishin, siç e thatë, shembull i disiplinimit demokratik. Disiplinuar, dhanë votën e tyre, të pacenuar nga askush në vështrimin tonë a ditë Kosova mbajti zgjedhje të lira demokratike, por po shihet që pasi përfundoi ditën u pasi procesi i rregullt. Natën ndodhi diçka tjetër. Ditën demokracia në terrë abuzimi. Tash metaforikisht po shpreh. Dhe kjo do thotë është arsyeja pse unë insistoj që ne do thotë nuk bën të jetojmë në këto iluzione që jemi shembull i organizimit të zgjedhjeve në aspektin demokratik. Përkundrazi absolutisht edhe vetë fakti, vetë detyrimi për të shkuar në rinumërim është simptome qartë që zgjedhjet në Kosovë lëngojnë sa i përket plotësimit të standardeve demokratike. Në cilin vend normal botës shkohet në rinumërim? Demokraci, nuk po flasun në vende tjera, në cilin shkohet në rinumërim të votave. Ke po në Gjermani që shkohet në rinumërim? Ke po në Gjermani që shkohet në rinumërim? Në Suedi shkohet në rinumërim? Në Danimark të shkohet në rinumërim? Dhe në cilin vend normal ku dominojnë e ku zbatohen me pikëri standardet demokratike zgjedhore shkohet në rinumërim dhe i humbet vendit kohë edhe 2-3 javë. Pa negociueshme. Në këtë drejtim, nuk negociohet kjo. Pra në këtë drejtim, do thotë partitë politike kanë abuzuar me vullnetin e qytetarëve të Kosovës, e kanë kriminalizuar procesin elektoral nëpërmjet komisionerëve të tyre për shkak të preferencave konjunkturale që i kanë brenda.
dhe këtu nuk ka asnjë lloj hapësire tjetër pos intervenimit imediat të prokurorisë, dënimeve të rrepta, sanksionimeve penale, zbatim ligji që të mësohen edhe komisioner, që ta marrin njëherë për gjithmonë mësimin që kushdo që nesër dëshiron të jetë komisioner, leta ka qartë se me çfarë pasojë do të përballet nëse e prek vullnetin e qytetarëve. A dyshoni megjithatë Kasole që është vullnet edhe i partive politike në gjendjen aktuale që është Kosova, nuk ka vullnet të artikuluar të qartë politik. Edhe pse zoti Kurti është fitues i madh i zgjedhjeve, nuk duket që shpreh shumë entuziazëm që me vrap ta marr pushtetin ti konsolidoj institucionet na prek në derë dhe tema e presidentit dhe tema tjera mase që lidhen, si që kemi diskutuar, detyrime që ka Kosova në raport me dialogun e kështu me radhë, një periudhë kohe me shumë vështirësi për këdo që është kryeministër, është vullnet thuajse i të gjithëve, sipas qysh, që të blen kot, shtyn kot dhe në anën tjetër ta kërcënojnë vendin me kolaps, jo vetëm buxhetor, të përgjithshëm. Ndëgjoni tash këto vullneti, motivet politike mund të jenë, mirë po unë jam i bindur që sepse ky abuzim për cilin po flasim, që është bërë me instruksionin e partive politike, nuk është ata komisioner nga vetvetja kanë intervenuar dhe kanë abuzuar me vullnetin e qytetarëve të Kosovës, nuk është bërë nga kalkulimi për ta shtyr vënimin e institucioneve. Jam i bindur në këtë drejtim. Po nga kalkulimi për t'ia afirmuar ata individ dhe ato struktura që janë më të preferuara për leadershipin e partisë, për partitë politike dhe që kanë klientelin e tyre brenda komisionerëve. Kjo është arsyeja themelore që ka qenë në prekjen e këtij votimi, nuk besoj që ka qenë që të bëhet kjo më pastaj KQZ-ja të marrë vendim për rinumërim që të blehet kohë dhe të shtyhet ballafaqimi me asacionin. Arsyeja bazike është veç fakte nuk ka, gjithë janë çështje diskutime po them. Unë duke u nisur nga mënyra, nga përvoja dhe se si organizohen zgjedhjet, unë besoj që më tepër, sepse këto kanë ndodhur edhe në të kaluarën, do të kemi pas parti politike. Nuk e kemi pasur këto situata politike Ka ndodhur parti politike që mbase kanë pasur interes të krijojnë sa më shpejt institucionet, mirë po që në anën tjetër ky interes duhet të jetë i kombinuar me individet e tyre të preferuar brenda kuvendit, në mënyrë që të mos ju dalin të lashëm më pastaj në vendimarrje gjatë procesit elektoral. Kështu që bindja ime politike aktualisht janë legjitime. Bindja ime edhe në absolutisht, mirë po. Mjedisin e rënë përgjithshëm politik. Absolutisht, pajtora që ka dyshime, ka dilema të mëdha se çka e pret Kosovën sa i përket këtyre diskutimeve që dhe i kemi analizuar në shumë emisione. Mirë po, ajo që po du të them është që ky realisht ky rinumërim dhe kjo vonesë nuk besoj që ka të bëjë me këtë motiv madhor, geopolitik po e quajt Kosovës, po thjesht nga preferencat që tjetë rriti deputetët mos jem unë deputet apo të jem unë të mos jetë rriti, për shkak se njëri prej neve është më i përshtatshëm. Prokuroria thjesht duhet ta kryejë punën. Prokuroria duhet ta kryejë. Mos lë as punën e vet, mos lë hapësirë për mos lë qëntarmën të mos përsëriten këto fenomene. Do të qëntarmën mos kemi vonesa të tilla të panevojshme, sepse përndryshe absolutisht ky proces jo demokratik me këtë që ka ndodhur me detyrimin për të shkuar në duhet të themi vetës shartë që nuk mbajtëm zgjedhje të lira dhe demokratike, do thotë dhe që të marrim masa ti korrigjojmë këto dobësi dhe jo të jetojmë me iluzione që jemi shembulli rajonal i organizimit të zgjedhjeve demokratike, sepse një proces zgjedhor nuk ka të bëjë vetëm me ditën e votimit. Ditën raportuam se ishin zgjedhje të rregullta, model për rajonin. Në mbrëmjesi u ndalen dritat, u fikën dritat, u pa që futën njerëz durt në kuti të votimit. Kjo tregon që qytetarët e Kosovës, do thotë kjo tash e sjell një hendek tjetër që qytetarët e Kosovës kanë vullnet për të mirëmbajtur demokracinë e institucionet, por janë partitë politike që po veprojnë në kundërshtim me këtë vullnet të qytetarëve të Kosovës. Do të kjo është hendeku më i madh i kësaj krize në cilën ne çka nëse Kasole KQZ do të marrë vendim që 100% që gjejnë në detën e vazhdim që të shkojë gjithë Kosova në rinumërim. Ekziston ky rrezik, atëherë do të merrte mbas edhe një muaj kohë dhe ne do të ballafaqoheshim me presione tjera politike, ekonomike që po trokasin derë, sepse e kemi diskutuar disa herë 28 shkurti është afati i fundit i
afati i fundit i miratimit të projekt buxhetit për vitin 2025, marrëveshjet ndërkombëtare, ne po e shohim presionin edhe të Bashkimit Evropian. Më i shqetësuar është BE-ja duke bërë presion që krijoni sa më shpejt institucionet dhe në mënyrë që t'i votoni marrëveshjet ndërkombëtare, sesa që ka një vullnet nga subjektet politike për ta përshpejtuar këtë proces. Pra janë disa presione të mëdha që po imponohen Kosovës e që fatkeqësisht këto vonesa kanë ardhur si pasojë e një konsensusi ndërmjet subjekteve politike në numërimin e votave në mënyrë që të dëmtohet interesi i përgjithshëm për hir të preferencave individuale. Nga rezultati i 28 dhjetorit në mbrëmje, askush nuk e mendoj se do të kemi si situatë. Asun. Fare nuk ka qenë pjesë e diskutimit. Me gjithë përvojën që ndajmë, ne me preket vota në kutit e votimit, e kam fjallën nga ata komisioner të partive që i marrin votat një kandidati të të njëjtës parti ja transferojnë tjetër. Edhe pse ndajmë po them këtë përvojë, në natën e zgjedhjes me 28 dhjetor fare nuk ka qenë diskutim. Duke përfshirë edhe veten, nuk kemi diskutuar, kjo ka qenë çështje nuk konfirmoj rezultati i madh, shpejt e shpejt britja që do të bëjnë institucionet në këtë studio besak është i menduar që në janar do të kemi edhe qeveri, për një ditë mund të krijohen gjitha këto, me që numrat janë, nuk ka më... Dhe thash përballë me vonesa. Po për këto vonesa nuk po shohim shqetësim, që po ngritë shqetësimin, asnjë prej liderëve të partive politike. Po se rritë se të gjitha... Po shohim rëndësinë e formimit shpejt të institucioneve, që këto institucione t'i përgjigjen realitetit me vendimarrje për nevoja socio-ekonomike, zhvillimore, e në marrëdhënie ndërkombëtare. Në tjetër kohë nuk po shohim alarm që janë të alarmuar vetë liderët për këto vonesa. Redun jam i bindur që gjitha subjektet politike janë të interesuar që sa më shpejt heshtet kjo temë. Dhe që të kaloj, sa më shpejt mënyrë që të mos zbulohen, sepse secila prej tyre janë të inkriminuara. Dhe kjo është, jam i bindur që nuk ka subjekt politik që në këtë drejtim që nuk ka manipuluar sa i përket votave të kandidatëve në listat e tyre, prandaj kanë interes që sa më shpejt me që u vendos rinumërimi, le të kryhet edhe kjo procedurë, mirë po që të heshtet të mos diskutohet që duke qenë të gjitha fajtoret të shfaqsohen ashtu të gjitha para opinionit publik. Kjo është, besoj, arsyeja kryesore. Jo të mirë, ata ose ato të mirë. Folja jam në kohën e tashme. Kjo është arsyeja kryesore pse gjitha janë të heshtura dhe ka një lloj pakti politik ndërmjet tyre që të mos përfshihen në akuza e kundër akuza për këtë manipulim që ka ndodhur. A është urgjente që Kosova të ketë institucion apo jo? Absolutisht. Dëgjoj, kjo është... Nuk peshojmë që janë të shqetësuar këta liderë. Po tash kjo çka dëshmon? Nëse është urgjente... Çka dëshmon kjo? Kjo dëshmon që të gjitha janë të gatshme, do thotë, ta sakrifikojnë edhe krijimin e institucioneve që të mos zbulohet fajësia e tyre e manipulimit me procesin zgjedhor. Nuk kështu është, nuk kam interpretim tjetër logjik për ta shmong për një presion kolektiv institucionale shtetëror, do të ka një lloj pajtimi që të vazhdohet me këtë vakum nga gjitha subjektet politike në mënyrë që të mos dalë sipërfaqe e vërteta e tyre se si administrojnë ato procesin e brendshëm elektoral ndërmjet kandidatëve në listat e tyre zgjedhore. Ta shohim ditëve në vijim. Ajo që është e rëndësishme, prokuroria duhet të veprojë e pavarur nga këto kalkulime politike, do të institucionet juridike pa humbur kohë duhet që me automatizëm ta fillojnë hetimin, sepse nuk ka gjë më të lehtë se sa administrimi juridik e këtij procesi, kur çdo gjë është e dokumentuar dhe që dalim një herë për gjithmonë, që ta tejkalojmë një herë për gjithmonë, sepse gjithmonë ka pasur dyshime për abuzimet e këtilla në lista. Gjithmonë është folur, gjithmonë në zë është diskutuar që ekziston kjo, bëhet një lloj masakrimi elektoral që ndodh nëpërmjet nga ana e komisionerëve të emëruar nga partitë politike, duke i favorizuar kandidat të caktuar. Shpesh herë është që ata madje edhe shpesher kur shihet sjellja jo korrekte shumë deputetëve në Kuvend, ka të bëjë edhe me atë se kanë ndërdije që nuk janë deputet të popullit, por janë deputet të partisë, të cilat janë emëruar nëpërmjet komisionerëve dhe jo që janë reflektimi i vullnetit. Dhe kjo sjell një dobësi dhe integritet sa i përket
pavarësisë së deputetit në raport me punën që duhet ta kryej. Sa më shumë që vonohet ky proces, sepse çdo njeri e ka di, sollim. shumë nga ata e kanë ditur, që nuk janë në ato opozita pse populli ka vendosur, po pse kanë vendosur pasi populli e ka thënë fjalën e saj. Natën kanë vendosur komisionerët që ai duhet të jetë deputet. Të prekin votat. Tash nuk mund të pritet që i njëjti të reflektoj me dinitet dhe me integritet përfaqësimin popullor, por ai duhet ta reflektoj përfaqësimin e komisionerëve që ja kanë mundsuar aty të ulet në atë karrike. To vonesa ka solli, me arsye ngrehin edhe pyetjen nëse vendi mund të shkojë sërish në zgjedhje të tjera të jashtëzakonshme, sepse presidenti po nuk u zgjodhën me 4 mars. Vendi automatikisht shkon në zgjedhje. Vendi shkon në zgjedhje. Paralelisht me gjithë fushatën që po bën zonja Osmani, një proces me shumë dilema dhe diskutime kontraverse në LDK. Kush do të jetë LDK-ja e nesërme, me kryetar të ri apo me këtë aktual, cili do të jetë kursi që ndjek në raport me vetëvendosjen e tjera. Gjitha këto nuk kanë ende qartësi të plotë. Nuk kanë. Dhe në ndrit të këtyre zhvillimeve duket që është legjitime, po them, ta ngrejmë pyetjen nëse vendi përsëri mund të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Po mund të shkojë dhe ndoshta mund të mos shkojë. Po. Për shkak sepse nëse nuk arrin të krijohen institucionet, të miratohet buxheti, nuk di si mund të organizohen zgjedhjet. Për shkak se nuk mund të preket buxheti pa miratim të tij nga deputetët e kuvendit. Dhe më shumë se sa këto vonesa, më shumë se që na çojnë drejt zgjedhjeve, na çojnë drejt anarkisë sipas mendimit tim. Do të me një qeveri e cila administron nuk ka legitimitet popullor Albin Kurti, është fakt, por jo legitimitet procedural. Diçka që edhe ai e preferon në një farë mënyrë, sepse ai në vazhdimsi insiston që legitimiteti i tij më tepër se sa nga proceduralizmi kushtetues buron nga mbështetja popullore dhe qytetare. Kështu që në këtë drejtim kjo zvarritje institucionale më shumë se drejt zgjedhjeve na çon drejt vazhdimit të kësaj situate që jemi mësuar tashmë që po duket mund të normalizohet prej shkurtit e deri më sot, ku ekziston një pushtet, nuk e ka marrë miratimin e kuvendit, mirë po thirrët në ato që populli ka vendosur dhe ekziston lidhje drejt për drejt ndërmjet popullit dhe pushtetit përtej strukturave tjera të ndërmjetme që e mirëmbajnë institucionalisht kulturën e kontrolleve dhe të balanceve demokratike të pushteteve në një shoqëri. Prandaj më tepër se sa të shkohet në zgjedhje, sepse po do të mund të organizohet si zgjedhje të nuk do të isha i shqetësuar se sa mund të rezultojmë me zvarritje të këtij vakumi dhe vazhdim të këtij modeli qeverisës. Të falenderoj për kohën. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.